Ne nuk duam të rrim në projekte për tërë jetën duke financuar. Duam t'i ngrejmë si modele dhe pasi të largohemi ne që aty, ato të vazhdojnë dhe të funksionojnë. Revizioni i fondacionit është investimi për të ardhmen. Nëse do investojmë sot për të ardhmen, janë fëmijët, rinia, ato të cilët do të tregojnë se sa investohet sot, do të tregojnë se sa do arrish të marrësh nesër. Po flasim për fuqinë transformuese të ideve, të njohurisë dhe të zhvillimit të saj në vitet që vijnë. Po flasim për startupe që nesër do të kthehen në unicorn dhe do vlejnë me $10 milion. Kemi djem nga diaspora, vetëm se ka ardhur Plug and Play në Shqipëri, janë kthyer dhe po ndjekin programin e Plug and Play në Tiranë. Flasim për nivelet shumë të larta në nivel global. ADF-ja në një farë mënyre është bërë hubi apo partneri e nxitjes dhe frymëzimit të disa prej ideve më novatore të arkitekturës. Duke frymëzuar familjen tënde, duke frymëzuar ekipin tënd, duke frymëzuar projektet të cilat ti financon, ti krijon një ekosistem, ti ndikon, ti vë tullën tënde në këtë murin e madh, vendi që po ndërtojmë,